Kjo është një super pamje. Kësaj po që mund të them një pamje madhështore nga deti. Jemi në zonën e plazhit në Iliria, në qytetin e Durrësit dhe jemi këtu për t'ju njohur me një pronë të re shumë specifike, të cilën e kemi marrë për trajtim për shitje. Si që shikoni, pamja s'ka nevojë për koment. Futim më tej. Kjo është pjesa e dhomës së ndenjës së bashku me ambientin e gatimit, tavolinën e ngrënies dhe çdo gjë tjetër, të cilën mund të ofrojë një apartament luksoz me këtë super pamje nga deti dhe me shumë detaje të tjera të cilat ndoshta mund të harrojmë t'i përmendim gjitha, siç janë sistemi chiller, tavan i varur, drita, lede, spote dhe gjithashtu dyert dritare triplex plastike shumë termike. Atëherë, kalojmë më tej tek dy dhomat e gjumit, të cilat të dyja kanë tualete dhe të dyja kanë dalje në balkonet reciproke. Kjo është njëra dhomë gjumi me tualetin e saj, pjesa e krevatit dhe dalja në balkon. Kalojmë tej tek dhoma tjetër e gjumit. Kjo është dhoma tjetër e gjumit, e cila po ashtu ka tualetin e saj me ajrim natyral dhe po ashtu daljen në balkonin e kësaj dhome. Kalojmë tej tek pjesa më e bukur e këtij apartamenti. Dhe voilà, ja ku jemi, te kjo verandë 58 metra katror me super pamje nga deti. Po ashtu në këtë verandë, në fund të verandës, kemi edhe një ambient dimës, cili është i përshtatur për lavanderi, dhe në fund të verandës janë të vendosur të gjithë motorat e sistemit chiller, i cili mbas cilit funksionon apartamenti. Këtu kemi pjesën e ndenjes, e cila mund të jetë një vend i përshtatshëm për dreka, darka apo dhe për mëngjeze, të cilat mund t'i shihoni me këtë pamje nga deti. Atëherë, kjo pronë është një papafingo, siç e thamë, ndodhur në katin e 10 të një pallati me ashensor dhe disponon 210 metra katror totale, nga të cilat 131 janë të brendshme, 21 metra katror ambiente përbashkët, 58 metra katror veranda. Dhe është në shitje për një çmim 350.000 euro i negociueshëm. Për gjithë ju që interesoni, mos hezitoni të na kontaktoni dhe të bëni për vete këtë mrekulli.